Po, të cilat nuk i posoj asnjëherë, sepse pra... Beti vetëm i ngrirë, nuk u përjashtua. Për plasës, u morën vesh. Vetëm kishte paralajmërim, por në fund e bën këtë. Po është interesant për parë cili do të jetë çndrimi i zonës Osmani, nuk ka folur ende për këtë punë Esmeralda. Ka të tillë që mendojnë që ajo mund të synojë udhëheqjen e LDK-s nëse rrezohet zoti Abligjiku. Është më rëndësi për të parë cili do të jetë qëndrimi i saj, cili do të jetë sjellja e saj në Kuvendin e Kosovës, tashmë që do të jetë deputete e LDK-s, por që ka vetëm edhe Albina Reshita nga lista e saj, pra të gjithë deputetët e tjerë janë tamam LDK. Zonja Osmani është rihyrje me zonjën Albina Reshita, kandidatët e tjerë të saj nuk kanë fituar, por ende nuk i ka komentuar këto zhvillime brenda LDK-s, vazhdon të shkoj dhe ta marrë këtë rikonfirmim shumë zoti Abligjiku pas gjithë kërkesave për dorëheqje, shkoj në disa prej komunave ku ka përkraje si Viti, takoj atje kryetarin e Vitis dhe bashkë me zonën Osmani, pra për ta dhënë këtë pasqyrën që e ka përkrajen e shumicës. Dhe kujtoj, besoj kemi diskutuar edhe javën e kaluar, në momentin që zoti Abligjiku është e rizgjedhur, e ka marrë atë vot besim në janar, ishte ndihma e zonës Osmani vendimtare, e këtyre degëve në cilat ajo, duke përfshirë Vushërinë me zotin Tahirin, në cilat ajo ka pasur ndikim zonja Osmani, në janar ishte ende presidenti në detyrë, e dinte çfarë do të ndodhte dhe ishte interesuar ta mbajë zotin Abligjiku në LDK për këtë bashkëpunimin e mundshëm që pasaj edhe. Një akuzë e rëndë u bë në intervistën e fundit të Lumir Abligjikut kur tha se ka tendenca për ta shkrirë LDK-n në PDK, ndoshta duke ju referuar deklaratave të ndryshme, por një gjë të tillë edhe eksponent të vetëvendosjes duket se e artikulojnë vazhdimisht. Është akuza më e lehtë që mund të bëhet në kuptim, në fakt është narrative vetëvendosjes të cilën me gjas duket se zoti Abligjiku i është bashkuar, pasi që dy individë që po e kërkojnë këtë largim të tij, zoti Muhaxheri kryetari PES dhe zoti Ahmeti i Lipjanit, nuk janë të njohur që kanë lidhje me PDK. Nëse dikush ka lidhje me PDK, është Lutfi Aziri, gjatë gjithë jetës ai ka shërbyer, ka bashkëqeverisur me PDK dhe është ai që insiston të ketë gjatë viteve koalicion me PDK-n. Kështu që duket se kjo është një lloj mbrojtje e zotit Abligjiku që po bën në përpjekje për ta ruajtur pushtetin e tij brenda partisë, por është një narrativ që shkruhet përpara nga vetëvendosja e që lidhet kryesisht pra me këtë bashkëpunim në Prishtinë ndërmjet zotit Rama dhe Uran Ismailit të Partisë Demokratike të Kosovës. Mirë, duket se aleanca është më e qartë dhe më e drejt për drejt për kushtet që ka për t'i dhënë votën vetëvendosjes për krijimin e institucioneve, nuk kërkon as bashkëqeverisje, as poste, thjesht ka dy kërkesa ekonomike dhe strategjike. Po, dolin me konferencë zoti Gjini gjatë javës kaluar dhe në fakt kjo oferta që nuk duam, qeveri nuk duam, posë është e qartë që zoti Kurti i injoroi gjatë gjithë procesit për zgjedhjen e presidentit, duke mos i ftuar zotin Haradinaj si lider të aleancës në asnjë prej takimeve që i mbante me zotërin Hamza dhe Abligjiku. Dhe në fakt u pa me sy të mirë u përshëndet si iniciativë në kuptimin që do t'jap fshat votat pa kërkuar pushtet, por nëse plotësohen disa prej kusheve, para gazi amerikan, pra i gjithë ky diskutim që po bëhet, qeveria e Kosovës që insiston që nuk ka nevojë të bëhet pjesë e këtij projekti amerikan rajonal që insiston se do ta gazifikojë thonjëllën e vet, për cilin ka kundërshtim, thotë që nuk mund të bëhet nga ekspert, pra jo që e marrë vesh unë, por nga ekspert që thuhet që është shumë e kushtueshme që nuk bëhet dot dhe që natyrisht më e mira është që t'i bashkohemi rrjetit rajonal, por qeveria insiston që mund ta marrim gazin amerikan nga Vlora dhe jo domosdoshmërisht ta sjellim këtu direkt në Kosovë. Dhe Alianca tha që kjo është kryesore, pra sepse kyçja në gazin e projektit në gazin amerikan e mban të fortë aleancën me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pastaj kishte edhe kërkesa ekonomike, sociale për rritje të pensioneve, të pagave dhe të ngjashme, por mbi të gjitha pra kushi kryesor i aleancës është që të mbahet kursi pro-amerikan, që të mos diskutohet në asnjë moment, do të shohim nëse do t'i duhen vetëvendosjes dhe do t'i përdor këto votat e aleancës. Çfarë ndodhi dje në Bond Steel ku duket se edhe pas insistimit të ngarkuarës së Shteteve të Bashkuara, dje u pan në Bond Steel së bashku me Kurtin edhe me zonjën Haxhiu.